LDK. Çështja është që mirë, i përgëzoj për idenë, për vullnetin e mirë, se s'po po që të simbolikën që e kanon hajde bombe dhe në herë bashke për Kosovë, këtë pe i kuptojmë nga këtu, heroizmat e tyne. Por është një problem këtu. Pa vetëvendosin, pa Albin Kurtin, pa vullnetin e ti, nuk bëngat vetë jo. E Albin Kurti ka letra ndorë. Për më bo qeveri kalimtore ose jo, ose me që uvenin zgjedhje. Si ka tjetër kush qelësat e qytetit, përkasisht qelësat e qeverisë. Shtetit për bje. Sa në gjepë e unë qelësat, për me vetit e ka përparim Roma. Kryeministri ish kryeministri Kurti, që janë detyrë aktualisht qelësat e qeverisë në shpipe i mon. Okej, shkoj me pyetje ta, shkoj pak me pyetjet, i përfshi pak kështu. Jo, zona Fatime deshin një fjalita? Jo, po unë bajtova... Apo për qelësit e qytetit? Jo, për qelësit e qytetit, për pjesën që nuk e ka të qarta as vetë për çfarë janë pozicionuar. E kujtojmë kur zoti Abdigjiku fillimisht tha që ne nuk jemi për një qeveri që nuk është stabile dhe 4 vjeçare që do të zgjedhte presidentin. Pastaj thot një qeveri gjithë përfshirëse, po sikur ta thoshte për 4 vjeçarin e ardhshëm që ta zgjedhim edhe presidentin do kuptohej. Po një qeveri gjithë përfshirëse për 6 muaj s'ka asnjë lloj logjike. Ka jo konsistencë në këtë sallë. Absolutisht është jo logjike çfarë thot. Okej, shkoj me pyetjet janë goxha shumë logjike. Presidenti kushtrim, presidenti edhe për analistët pyet Bekim Azemi. Pyetje po thot për gjithë, kush do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme se tjetër nuk ka mbet po mduket. Po nis me zonën Fatime. Po trendi është kohë shumë e shkurtër për të pretenduar që do ta fitoj dikush tjetër përveç kësaj. Munden zgjedhjet e reja me prodhu realitet të ri politik, fatkeqësisht vetëm në kurriz të 2 partive më të vogla opozitare, po situata tjetër të tjetër aty. Kuptuam, Rama, pyetja e njëjtë për ty. Si ishte pyetja e se kush do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme se tjetër nuk ka mbet po mduket, pyet Bekim Azemi. Rezultatin në renditje... Ama shkurt se do duhet i përfshi trega. Rezultatin në renditje nuk e besoj që ka me pas në efektit madh në këtë aspekt, por tek vota, që kemi thonë debatet e kaluara, kryesisht varet nga paketimi se si shkon zgjedhja. Nëse dikush bindet për fajt njëri tjetrit, atëherë kjo ndikon rezultat, pa diskutim. Matoshi, për ty? Normalisht që zgjedhjet i fiton lëvizja vetëvenduese por me rrëmje të lirë. Me rrëmje të lirë. Ama e para del prap, dhe kjo e legjitimon domthon edhe një herë sistemin kosovar zgjedhjeve që nuk bëhet qeveri vetun më, pa koalicion. Zoti Hamiti? Për zgjedhje e ki fjalën. Po. Lokale atë përgjithshme.